Kurbani nuk është thjesht therje. Ai është bindje ndaj urdhrit të Allahut. Është kujtim i sakrificës madhështore të Ibrahimit a.s. që ishte gati të flijonte birin e tij vetëm për hir të Allahut fuqiplot. Allahu nuk ka nevojë për mishin e kurbanit ton, por ai do të shikojë zemrat tona. A jemi të gatshëm ne të sakrifikojmë për të? A jemi të përulur? A jemi falëndërues? Mos e shih kurbanin si një zakon, por si një betim besnikërie, si një akt devotshmërie, si një qelës që hap mëshirën e Allahut. Çdo pikë gjaku që derdhet në emrin e tij është një dëshmi se besimi ende jeton në këtë botë. Sot ti therr një kurban, por nesër Allahu fuqiplot mund të falë mëkatet që ke bërë për shkak të këtij adhurimi. Mos e vono, mos e nënvlerëso. Kurbani është një mesazh që thot: O Zot, ja ku jam, gati për ty, për bindje, për sakrificë dhe për falje.